Në fillim askush nuk e dinte pse ajo grua jetonte gjithmonë me dritaret mbyllur, në një fshat të qetë të veriut, pranë maleve të thethit. Shtëpia e Qamilës ishte gjithmonë e heshtur. Një heshtje që dukej se e kishte ngrirë ajrin përreth. Banorët e fshatit e njihnin si një grua të butë në fjalë, por të mbyllur në shpirt. Qamila rrallë dilte jashtë dhe asnjëherë nuk e ftonte askënd në shtëpi. Vetëm ndonjëherë, kur vinte ndonjë i afërm për ndihmë, ajo hapte derën dhe sytë e saj dridheshin sikur donin të thoshin diçka që goja zguxonte. Historia e saj fillon shumë vite më parë, në një dimër të ashpër, kur Bora kishte mbuluar çdo gjurmë jete. Ajo ishte një grua rreth të 30-tave atëherë, e martuar me një burr të ashpër, Selimin, një burr që kishte më shumë frikë se sa dashuri në shtëpi. Ai punonte në ndërtim, pinte shpesh dhe besonte se gruaja ishte pronë, jo njeri. Nga ai martesë, Qamila pati një djalë, Arbenin, të cilin e donte me gjithë shpirt. Ai ishte drita e vetme në shtëpinë e errët ku çdo natë dëgjoheshin britma, jo këngë, por një natë, kur Arbeni ishte vetëm 8 vjeç, gjithçka ndryshoi. Selimi u kthye i dehur dhe pas një fjalosjeje të dhunshme, ai e goditi gruan e tij aq fort sa ajo mbeti pa ndjenja. Kur u zgjua, djali kishte parë gjithçka. Dhe në fytyrën e tij të vogël, ajo pa një frikë që nuk kishte parë kurrë më parë. Të nesërmen, Selimi u arrestua. Një grindje e shndërruar në tragjedi, fqinjtë që kishin dëgjuar britmat, policët që e morën pa shpjegime. Qamila mbeti vetëm me djalin në një shtëpi që tani i dukej e huaj. Por ajo shtëpi do të bëhej burg shumë më shpejt se sa ajo e dinte. Pas dënimit të Selimit, fshati filloi ta shihte Qamilën me një sy tjetër. Në vend të mëshirës, ajo mori dyshime. Disa thoshin se ajo e kishte sajuar gjithë ngjarjen për të futur burrin në burg. Të tjerë se ishte një grua me mendje të ligë. Në vend që të gjente ngushëllim, ajo u mbyll më shumë në vete. Filloi të mos dërgonte më Arbenin në shkollë. Do më ta marrin, pëshpëriste ajo. Do ma marrin e s'kam për ta parë më kurrë. Fjalët e saj u bën realitet në kokën e vet një ditë, pas një vizite nga punonësit e bashkisë që i kërkuan ta dërgonte djalin në shkollë, ajo humbi kontrollin. Mbrëmjen e asaj dite, e mori Arbenin dhe e zbriti në Bodrum. Këtu do jemi të sigurt, i tha me zë që dridhej. Këtu s'na gjen askush. Në fillim, ajo zbriste çdo ditë me ushqim, lodra të vogla, libra të vjetër. Por me kalimin e javëve, frika e saj u kthye në fiksim. Bodrumi u bë bota e vetme e djalit, ndërsa ajo e ushqente me idenë se jashtë kishte njerëz të këqij që duan ta marrin. Kaluan muaj. Pastaj vite. Në fshat, njerëzit filluan të pyesin, ku është Arbeni? Qamila përgjigjej, e çova te tezja në Shkodër, po shkollohet. Askush nuk e kontrolloi. Fshati kishte mësuar të mos pyeste shumë. Shtëpia e saj, e mbuluar nga rënojat e viteve, dukej gjithnjë e më e zymë. Vetëm dritarja e vogël e Bodrumit, që fshinte dritën e zbeth të një qiriu, mbetej e gjallë çdo natë. Në Bodrum, jeta kishte marrë një formë tjetër. Arbeni, tashmë adoleshent, kishte harruar si dukej dielli. Lëkura e tij ishte bërë e bardhë, sytë e ndjeshëm ndaj dritës dhe zëri i tij i butë nga mungesa e bisedave. Ai e adhuronte nënën, por ndjente diçka të çuditshme, një ndjenjë se ajo se lejonte të ishte njeri, vetëm një hije e saj. Mami, pse s'mund të dalë? Pyeste shpesh, sepse jashtë është e rrezikshme, i përgjigjej ajo me zë të ngrohtë. Jashtë janë ata që të duan keq. Vetëm unë të dua vërtet. Kështu kaluan 15 vite. Një ditë pranvere, një punëtor komunal erdhi të kontrollonte kanalizimet pranë shtëpisë së saj. Qamila u tremb. Kur ai trokiti, ajo u përpoq ta largonte me fjalë të buta, por ai vuri re diçka të çuditshme, një zë i lehtë poshtë dy shemes. Në fillim mendoi se ishte ndonjë radio, por kur u afrua, dëgjoi një fëmijë duke kënduar me zë të ulët. A keni ndonjë fëmijë këtu, zonjë? Pyeti, jo, është televizioni, një film i vjetër, u përgjigj ajo me frikë në sy, por zëri u përsërit. Dhe kësaj here, ai tha, mami, kush është ai? Punëtori u largua i hutuar, por 2 ditë më vonë u kthye me policinë. Ishte një ndërhyrje e befasishme. E heshtur, e mbuluar nga turpi i heshtjes së gjatë. Kur hapën derën e Bodrumit, ajri i mykur dhe drita e dobët e qirinjve zbuluan një djalë rreth 23 vjeç, me flokë të gjatë, fytyrë të bardhë si gëlqere dhe sy që nuk duronin dritën. Ai shikonte policët si dikush që sheh botën për herë të parë. Qamila shpërtheu në britma, mos ma merrni.
Mos ma merrni djalin. Ai s'është gati për botën tuaj. Djali qante, nuk kuptonte asgjë. Ai nuk kishte parë kur askënd përveç saj. Ishte rritur me librat e vjetër që ajo i kishte lexuar, me zërin e saj, me frikën e saj. Për të, bota ishte ajo dhomë e errët dhe ajo grua me sy të trishtuar. Lajmi shpërtheu në media. Nëna që mbajti djalin e saj të fshehtë për 15 vite. Fshati mbeti pa fjalë. Disa i quanin të çmendur, disa të pashpirt, disa viktimë. Në spital, Arbeni nuk mund të fliste për ditë të tëra. Nuk e duronte dritën, zhurmën, njerëzit. Kur mjekët e pyetën se çfarë dinte për botën jashtë, ai tha me zë të dridhur, mami më tha që jashtë nuk ka dashuri. Vetëm ajo më do, në burg, Qamila nuk foli shumë. Kur gazetarët e pyetën pse e bëri, ajo u përgjigj, sepse bota ma mori burrin. Ma mori jetën. Nuk doja të më merrte edhe djalin. Atje poshtë ishte i sigurt. Ai ishte i imi. Një psikolog e përshkroi rastin si dashuri e çmendur, një lidhje patologjike mes nënës dhe fëmijës, ku frika kthehet në burg. Por disa e panë ndryshe, si dëshmi të dhunës që shkatëron jo vetëm viktimat, por edhe ata që mbeten pas. Pas disa muajsh trajtimi, Arbeni filloi të mësoj gjërat më të thjeshta, si të ecë në dritën e diellit, si të flasë me njerëz, si të mos ketë frikë nga hapat e të tjerëve. Por çdo herë që dëgjonte zhurmën e derës, dridhej dhe pyeste, "Është mami?" Kur i thanë se ajo ishte në burg, ai qau, nuk e donte keq. Ajo kishte frikë për mua. Vetëm frikë. Nëna e tij nuk jetoi gjatë. Një vit pas arrestimit, ajo u nda nga jeta në qelinë e saj, në heshtje. Në letrën e fundit që la, shkroi, "Mos e urreni një nën që deshi shumë. Më shumë se duhej." Dhe poshtë, një fjali e vetme, "Mos e lëndoni dritën, se ajo mund të verbohet nga dashuria." Arbeni e lexoi letrën shumë herë. Sot jeton në një qendër rehabilitimi në Shkodër. Ai ende nuk e kupton plotësisht botën jashtë bodrumit, por her pas here thot, "Drita është e bukur." Por të djeg në fillim. Në fshat, shtëpia e Qamilës është bosh. Dritarja e vogël e bodrumit është ende aty. Disa thonë se netëve të qeta dëgjohet zëri i saj duke thënë, "Fli, biri im." Jashtë është e ftohtë. Dhe ndoshta, në mënyrën e vet të çmendur, ajo kishte të drejtë. Sepse ndonjëherë bota jashtë është më e ftohtë se çdo bodrum. Nëse edhe ju apo dikush që njihni keni përjetuar histori të ngjashme dhe dëshironi ta ndani me ne në mënyrë anonime, mund të na shkruani në faqen tonë. Ne jemi këtu për t'i dhënë zë atyre që janë heshtur për vite me radhë. Historitë tuaja kanë rëndësi, dhe kur tregohen, ato mund të bëhen shpresë për dikë tjetër që është ende në errësirë. Mos harroni të bëni like në këtë video nëse ju prek, të lini një koment me mendimin tuaj dhe të abonoheni në kanalin ton për më shumë histori reale, të forta dhe të papërpunuara nga jeta në Shqipëri. Ne postojmë çdo ditë në orën 6 mbasdites dhe çdo video është një dritare drejt një historie që meriton të dëgjohet. Faleminderit që qëndruat me ne deri në fund. Ju presim në videon e radhës.